Seanca paraprake ndaj Laert Haxhiut do të zhvillohet më 4 mars në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai akuzohet nga SPAK për disa vepra të rënda penale, përfshirë shkatërim të pronës me eksploziv, vrasje me paramendim dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Gjykata ka njoftuar zhvillimin e seancës dhe ka thirrur për të marrë pjesë viktimat e pretenduara dhe familjarët e tyre. Mes tyre është edhe këngëtari Rigel Sërajku, i njohur si Noizi, së bashku me të afërm të tij dhe persona të tjerë të listuar nga GKKO. Sipas hetimeve të SPAK, shpërthimi me tritol në lokalin në pronësi të Noizit në Durrës dyshohet se është kryer me urdhër të Laert Haxhiut. Ngjarja pretendohet të ketë qenë reagim ndaj dhunës fizike që miqtë e këngëtarit ushtruan ndaj Kleviol Ahmetit. Artan Tafani ka dëshmuar para hetuesve se, pasi në rrjetin social TikTok qarkulloi një video ku shfaqej rrahja e Kleviolit, nëna dhe motra e Haxhiut e telefonuan këtë të fundit, duke i shprehur shqetësimin për atë që kishte ndodhur. Sipas tij, gjatë bisedës, Laerti u ndjej fyer dhe, i prekur në sedër, urdhëroi që t'i shkaktohej dëm Noizit, me arsyetimin se ngjarja kishte prekur familjen e tij.